Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e madhëreshëm e falënderojmë, lavdet dhe bekimet mbi njeriu më të mirë në fytyrën e tokës i dërgojmë. Hoxhallar të nderuar, familjar të pranishëm dhe ju besimtar. Lusë Allahun e madhëreshëm që këtë varr ku e vendosëm këtë motrën tonë, Allahu ta bën një bashkë prej bashkëve të xhennetit. Lusim Allahun e madhëreshëm që të gjitha mangësitë e gabimet eventuale që ka pas, Allahu t'ja fal, e ta kaplon me mëshirën e vet dhe ta gëzon me vendbanimin e saj në xhennet inshallahu taala. E nderuara familje Shabani, ku rahmetike ishte nuse, e nderuara familje Shahini, ku e nderuar ishte bije kësaj shtëpie, kësaj familje. Lusim Allahun e madhëreshëm që juve t'u aflladit zemrën me sabër dhe gajret. Ju themi juve atë që Allah i madhëreshëm e ka përmend në Kuranin Fisnik, momente kur largohen nga kjo jetë të dashurit ton, të afërmit ton, ata që kemi kalu vite bashkë me ta, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, ta Allahu t'jemi dhe të ai do kthehemi. Çdo gjë që ka fillim e ka edhe mbarimin e vet. Vetëm Allahu i madhëreshëm është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. E ashtu sikur se e shohim vazhdimisht se gjithë na që kemi ardhur në këtë botë një nga një, ashtu edhe dalim prej kësaj bote një nga një, por kemi shpresë të madhe ku i përcjellim në ahiret njerëzit që kanë qenë besimtar të devotshëm, ata që e kanë thonë shahadetin, e kanë falë namazin, e kanë agjëru Ramazanin, i kanë kryu obligimet kashja Allahu Dhul Gjelal. Për ta njerëz me gjithë piklimin dhe mërzin që kemi, e kemi një freski në zemrat tona, sepse këta njerëz i bartim nga kjo dunja, në të cilën mbretëron një hise mëshirës madhe të Allahu Dhul Gjelal në atë botë, botën e ahiretit, ku atje janë të pranishme 99 hise nga mëshira e madhe Allahu Dhul Gjelal. Ande këtë moment mërzia dhe piklimi, ky është ngushëllimi jonë më i madh, se këtë motrën tonë, këtë bijën tonë, këtë nonën tonë, këtë besimtare të devotshme e përcjellim drejt mëshirës së madhe të Allahu Dhul Gjelal. O vëllezër, kjo besimtare, njëra prej shpresës që kemi për te është të kalon pas vete fëmijë që u ka dhonë tërbije të mrekullueshme islame. Edhe djalin për të cilën është kujdes maksimalisht përderisa ka qenë ai i vogël, por edhe dy vajzat e saja, që u ka dhonë edukatë islame dhe i ka rrit në kujdesin e saj që t'i lën pas vete si besimtar të devotshëm. O vëllezër, sikur se përcjellëm këtë motër tonë në këtë stacion të fundit të kësaj bote, edhe na që kemi ardhur me kaq numër të madh për ta nderuar rahmetlikën fillimisht, pastaj edhe dy familjet që janë miqësi mes vete, edhe neve, unë që flas, edhe neve që kena ardhur me përcjell këtë xhenaze, kanë me na përcjell për në ahiret. Në çdo varrim që shkojmë, e shohim praktikisht se me të vdekurin në varr nuk shtim as pasurinë e saj, as arin e saj, as gjë për të mirave të kësaj bote. Kur gjo, pre asaj që na mundohemi ditën dhe natën, përpiqemi dhe nuk lodhemi për të grumbulluar pasuri dhe për pas shallëm me pasurinë që e kemi sot në këtë vend, as kujt nuk ja shtim pasurinë në varr. Çka merr i vdekuri me vete? Ajo që duhet me qenë brenga jeme, që flas, edhe juve që ndëgjoni, janë veprat e mira që i bëjmë na përderisa jemi gjallë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshillon dhe na thot të vdekurin deri tek varrezat e përcjellin familja,
e përcjell pasuria dhe përcjellin veprat e mira. Familja dhe pasuria kthehen prap e me të vdekurin ngelen veprat e mira. Pyetja që parashtrohet dhe të cilës pyetje unë edhe ti duhet me dhonë përgjigje, cilët janë veprat e mira që na i kena përgadit, na i kemi deponu, na i kemi rezervu që me i marë me vete në vërë. Një pyetje e thjesht. A kemi qenë na sot të vëmendshëm momentin kur muezinin e xhamia tona thirken sabah, hayya ala salah, e janë namaz, hayya ala falah, e janë shpëtim. A kemi qenë të zgjut kur muezinin sabah theke as-salatu khairu minan naum, namazi është më i mirë se gjumi. A u qum na me largu jorganin edhe me dal nga ingrafti i shtratit e me marr abdes edhe me ju përgjigj thirrjes muezinit. Apo e kemi ni ezanin veç e kemi ndru krahin e gjumit ton. Andaj vllazën, jeta nuk është hajgare. Ky moment tregon se është shumë serioz jeta. Edhe kush e kap me seriozitet këtë moment kur na mërzitemi dhe piklohemi, i vdekur i shkon i gëzum të Rabbul Alemini, sepse ka kuptu amanetin e fes me seriozitet, edhe në sabah, edhe në drek, edhe një qini, edhe në aksham, edhe një aci, u ka përgjigj fillimisht me zemrën e vetë, pastaj me kokën edhe me trupin e vetë, thirrjes e muezinit, e janë namaz, e janë shpëtim, edhe sot kur e thret thirrësi, ja ejetuhen nefsul mutmainne, o ti shpirt besimtar, i devotshëm, i qet me zbatimin e urnave Zotit, irgji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya, kthehu te Zoti jot, duke qenë ti e kënaqur me Zotin tan dhe Zoti i kënaqur me ti. Udkhuli fi ibadi udkhuli jannati, hin në mesin e robëve të devotshëm dhe hin xhenetin tim. Kush i përgjigjet thirrjes së Allahut, sa është gjallë, atër letë ka me ju përgjigj edhe kësaj thirrje të bukur e të mirë, kur shkon të Allahu Dhul Gjelal. E ai që bëhet shurdh, të e ni ezanin, të e ni këshillën, e bëhet shurdh edhe në momentin kur vinë me laqet me e pyet kush është Zoti jot, ka me thonë a i vdekur që u bëj ke shurdh në dynja, ndëgjësha njerëzit duke folë diçka, po nuk e di. S'ka me pas fuqi me dhonë përgjigjen e sakt pyetjeve më të rëndësishme në jetën më të madhe që fillon njeriu me jetu jetën e ahiretit. Andaj vëllazër, na vim të vorët, jo vetëm me bë dua për rahmetikën, jo vetëm me ndëru atë edhe familjen e ngushtë të saj, po vim të vorët me ja kujtu fundin vetvetes, ashtu si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, vizitoni varezat, se vizita e varezave ja kujton ahiretin. Këtë na që mashtrohemi me të mirat e kësaj bote, kemi nevojë shpesh me ardh të vorët, edhe me pa ku e kena fundin, edhe me ja kujtu vetvetes çfarë fundi kena me pas, që mos mu habit me këtë dynja, e mos mu mashtru me të mirat e kësaj bote, ashtu si tha Allah i madhrishëm, fela yagurrannakumul hayatud dunya, mos ju mashtron jeta e kësaj botës, fela yagurrannakum billahi al-gharur, et mos ju mashtron kashi Allahut mashtruesi që është shejtani. O vëllazër, jeta është e shkurt, 70 vjet, 100 vjet shkojnë shpejt. Jeta e ahiretit është pa kufi. E s'ka logjik për knacit momentale të kësaj bote me hub knacin e jashtëzakonshme dhe jetë gjatë të ahiretit. Andaj nëse kemi mend, nëse kemi vëmendje dhe ndëgjim, nëse na i shohim argumentet e madhni Zotit, që tash të gjithë na duhet të pendohemi te Allahu për të kalumen ton, e t'japim një besë të re Allahu Dhul Gjelal për një jetë më të mirë të ardhmen, që në momenti kur na bijnë të gjithëve të vorët, e familjarët e tonë t'jenë të mërzitun, na t'jemi të gëzuar me punë të mira që i kemi bo,
Tha Imam Shafiu rahimallahu taala, o njeri, linde duke qa e njerëzit për teje qesheshin nga gëzimi që janë shtu, bëj veprat mira gjatë jetës tone, që në momentin ku njerëzit për teje kanë me qa, ti t'jesh i gëzuar duke qesh. Allahu e mëshiroft këtë rahmetikën, Allahu familjeve u dha sabër dhe garet, e gjithë juve që keni ardhur me nderu këtë rahmetike edhe këto familje, Zoti ju shpëleft një nga një, që nga më i vogli dhe te më i madhi. Dhe për fund të dashur, u bëj me dije se e pamja do të jetë nga nesër 5 ditë tek ndërtesa ku ka banu rahmetika tek te prinsi, atje do të jetë e pamja inshallah taala. Allah ju shpëleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.